Mirë se erdhët në një episod tjetër, këtu përballë meje kam dy artistë shumë të njohur, Mimozën dhe Shkumbinin, mirë se erdhët. Si ju ka shkuar njëherë ardha në Tiranë? Si ju duket Tirana? Se kam shumë qejf ta bëj si pyetje gjithmonë këtë. Me të thënë drejtën, unë gjithmonë vi me gëzim në Tiranë. Është një qytet edhe e krisht Shqipëria që unë e du shumë. Ka shku shumë përpara, edhe gëzona, sepse jemi shqiptar, edhe që një vend si Shqipëria është ka shku shumë shpejt. Është lezetshëm, sidomos tani në verë për plazh një herë, do shkojmë në plazh, do bëni plazh të verë? Do të shkojmë, ne vim kohë pas kohë edhe në Shqipëri, bëjmë plazh, kështu i ndrojmë gjatë verës. Interesante. Po të Shkumbin? Po, çka të them unë, Shqipëri gjithmonë ndina mirë se faktikisht vinë shtëpinë time. Po, patjetër. Kam shumë miq, kam shumë kujtime të bukura, kam momente që janë të paharruara në jetën time. Kështu që gjithmonë është dashuri për mu ardha në Shqipëri, edhe në Tiranë sidomos, është qytet që na i kemi pa dallimet ndër vite, ndër dekada, edhe vërtet është për të lakmuar ritmi edhe disponimi energjia që jep qyteti. Në fakt, më mirë është Prishtina, mua pëlqen më shumë Prishtina se sa Tirana, me thënë të drejtën. Unë jam dashuar me Prishtinën. Është mendim që shumë miq më thonë që i pëlqen shumë. Shumë. Ndonse sigurisht është që na jemi çdo ditë aty. Edhe ja dim të metat edhe të mirat të qytetit, sigurisht ju i shihni anë pozitive kur vini. Mirë po, prapë se lëvizja është e mirë, ndryshimi është i mirë, edhe për ju është sigurisht edhe një ndryshim prej Tiranës, një qytet si Prishtina që ka një nalësi mbijetare 600 metra, është dallim, është edhe klima pak ma e ftoftë në Kosovë. Është më mirë ftohtë se sa ngrohtë, nuk e duroj të ngrohtën. Që Mozës i pëlqen këtu më ngrohtë, se di pse. Më tha dhe dje që të pëlqen më shumë ngrohta, po... Po, më shumë pëlqen ngrohtë. Pak në Kosovë është ajri ma jegër, ma thash është pak më mirë atje, më duket. Unë gjithmonë duket më mirë mua atje. Ti mundesh me zgjedhë, je e mirë se ardhur. Ja, do mendoj të pikë shtëpi atje, do shpërngun e parë nga Tirana, se s'dua më këtu. Ja, aty është liria jote. Po mirë. Do kalojmë në disa pyetje që t'ju njohim dhe juve të dyve më mirë. Pikë së pari dua të filloj një herë, produksioni juaj ka nisur në vitin 91. Cila ka qenë nisma, si nisi, idet e para, gjërat? Po, të them të drejtën te kjo pyetje është pak interesante situata se në vitin 90-91 në Kosovë edhe ajo autonomi që e kishim u suprimu prej masave të dhunshme që i futi pushtetin aktual në atë kohë. Edhe gjitha institucionet, si radioja, si televizioni i Prishtinës, si shkollat, gjitha u ndërprejnë, do të thosha, edhe shumë artist, edhe shumë njerëz mbetën me sy ka Evropa ose me mbijetu në Kosovë. Edhe kjo ishte një ndër arsyet që në ato vite 90-91 unë e mora një iniciativë me të mire me produksion muzikor dhe filmik në atë kohë, duke i falenderuar edhe babës tim i cili ishte ishte edhe njeri fushës, edhe shtys, po njeri që njefte shumë mirë edhe filmin, e njefte teatrin, e njefte përgjithësi artin skenik. Kështu që në dha mu edhe gjithë familjes edhe gjithë bashkëpunëtorëve që kisha në atë kohë, në dha një stimul edhe në dha një rrugë që ne mandej e vazhduam. Në 91 është regjistru produksioni Lavja për herë të parë dhe kemi vazhdu në për turbulenca shumë të mëdha. Kanë qenë vite të vështira, kanë qenë vite të cilat ata që i kanë përjetu e din mirë, edhe kemi punu me një disponim vetëm që mos të dorëzohemi dhe të mbajmë gjallë shpirtin. Na kemi egzistu për asaj, kemi kriju dhe të hyra materiale, duke ju falenderu edhe diasporës, si në Gjermani, si në Zvicër, si në Amerikë. Diaspora ka qenë ajo faktikisht
energjia më e madhe që na kanë stimulu për me majtë gjallë edhe produksionin edhe ato materialet tona në pa e kanë botës, në atë kohë. Keni pasur vështirësi në atë kohë, themi, edhe me njerëzit e tjerë për punën e produksionit, me artista, me... Për çuditërisht, nuk ka pas shumë probleme. Okay. Ka qenë, disponimi ka qenë shumë i madh. Ka qenë një disponim që me kriju diçka, me punu diçka dhe gjithmonë kemi has mirë kuptim. Po të them, ka qenë një punë e përbashkët. Si e autorëve të muzikës, tekstit, studiove muzikore, gjithë stafit realizues, kameramanëve, ndriçuesit, gjithë asaj që ka përfshin kjo fush, ka qenë një disponim që mos të mbesim pa punu, mos të mbesim pa prodhu materialet të cilat sot e kësaj dite kanë met. Disponimi ka qenë shumë i mirë. Çuditërisht, unë e kam përvojt mirë edhe sot. Gjithmonë e kanë një disponim bashkëpunëtorët, edhe pse unë e mendoj që lidhet edhe me të kaluamën. E din çfarë historie kam 40 vjeçare në produksion privat. Edhe e din që asnjëherë nuk kemi dorëzu. Kvalitetin e kemi pas prioritet. E kemi pas prioritet gjithmonë me sjell diçka të re. Kështu që unë po mendoj që kjo është një ndër shkaktar që edhe sot e kësaj dite unë e kam një realizatim edhe një energji të madhe për të gjithëve. Patjetër. Po, cili ka qenë artisti ose artiste e parë që juve keni bashkëpunuar me dhe ka qenë cila këngë ka qenë ose ndonjë... Andin si, në atë kohë produksionet kanë funksionu me editim të albumeve. Okay. Unë e kisha potencu albumin e parë që e kom editu në kuadër produksionit Labia, se kom punu me një produksion tjetër më herët, ka qenë albumi Lumturia e Xhamit, një album i cili u mirëprit në atë kohë shumë mirë, edhe kori një sukses jashtëzakonshëm. Lumturia e Xhamit është një këngëtare nga Maqedonia, edhe sot jeton në Kërçovë, e përshëndes përzemërsisht. Ka qenë një periudhë që ne u mundum të sjellim diçka të re me tekstet dashurisë, me tekstet mërgimit, edhe pse ishte një kohë shumë e vështirë politike edhe ekonomike për Kosovën. Edhe nuk kemi pas në atë album asnjë këngë patriotike. Me qëllim e kemi bë këtë, që ta relaksojmë pak situatën edhe njerëzve t'i ofrojmë pak dashuri, pak disponim, edhe është album që me të vërtet e kanë prit shumë mirë, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në diasporë. Këto e mojnë mend, mandej duhet për përmend në vazhdimsi, mandej. Albumet e Shkelzenit Tishit, albumet e Sinan Vllastaliut, albumet e Armen Dërgjibagiqit, albumet e Gilit, albumet e Aida Barakut, albumet e grupit Marigona, albumet e grupit TNT, albumet e grupit të Fisnikëve, e kështu me radhë disa albume që janë ikon të asaj kohë edhe kanë betë sot, kanë betë në kujtim dhe në memori të gjithëve. Ka qenë një periudhë që s'ka pas asnjë hezitim. Ka qenë një dritare produksioni im për me dalë me shpërthy çdo tingull muzikor, çdo cept ku ka pas shqiptar. Ka qenë një hap i ri, një gjë fantastike që juve keni bërë, edhe ju përgëzoj një herë për produksionin Labia që edhe unë e njoh shumë mirë, edhe mua më pëlqen dhe kam dëgjuar shumë këngë, akoma e dëgjoj. Faleminderit. Tani unë do kthehem pak te Moza. Si ka qenë fillimi i karrierës tënde dhe ku filloi dhe pse? Unë kam fillu karrierën diku viti 96-97. Pse? Sepse ishte dëshira ime që unë të këndoja, të merresha me muzikë. Më kujtohet kënga e parë është e kompozuar nga Violeta Reçibagiqi dhe teksti i saj, që unë e mezi prisja që ajo të ma kompozonte një këngë, sepse ka qenë një artiste... Sot nuk është njët. Nuk është njët, ka qenë një artiste shumë e madhe, dhe pastaj unë me atë këngë mora pjesë në festivalin Showfest, që mbajke në Prishtinë, dhe u zgjedha debutantja më e mirë. Patjetër. Po, kjo dëshira për muzikën ka nisur që në vajzëri, domethënë e vogël shumë, apo më vonë e ke parë që ndoshta mund të... Jo, shumë e vogël, shumë e kum dashur muzikën, shumë e kum dëgju muzikën. Ke ndonjë person për shembull nga familja që të ka shtyr për pjesën e muzikës, të ka ndihmuar, të ka thënë që ti ke talent, duhet ta vazhdosh? Po, me të thënë drejtën, po, është ajo mami që më ka shtyr edhe më ka thënë, unë non stop kum nej duke kërcy, duke imitu këngëtar tjerë,
Edhe kështu që kjo është dëshira ime që është plotsu. Edhe kom vazhdu pastaj me album, me këngë të reja, e sidomos me festivale. Festivalet kanë qenë një preferencë e imja ku unë e shihja vetën një promovu, po është ndjesi tjetër, është diçka ma që mu mlej kjo përshtypje, dhe sot dhe asaj dite unë edhe si thmi kom përcjell Eurosongun, Sanremon, edhe sot asaj dite nuk kalon një festival pa e përcjell. Patjetër, po tani duaj një pyetje, kam një pyetje për juve. Si jeni njohur? Si filloi kjo dashuria juaj, pjesa pak më intime, familjare? Çka të them, jemi njohur në vitin 95. 95, okej. Edhe unë me të regu drejtën në momentin e parë që e kom taku U dashurova me herë Jo, që u dashurova, po më pëlqej si pamje, më pëlqej shumë. Nuk e kom njohur të hera parë. Mandej kemi bashkëpunu, për disa muj kemi qenë edhe miq, vetëm shok, edhe afërsia e bonit vetën, edhe une faktikisht e pash një person që e gjeta shpirtin binjak, do të thasha. E gjeta një person që e kom lyp gjithë jetën. Nuk e di si me spjegu, po mundona me të regu mënyrë sa ma spontane, sa ma të pak komplikime. E gjeta një person që une e kom andru gjithmonë jetë, e kom kërku. Që është si shtëpia jote, pra që është personi e? Edhe, se di, ndoshta Mimoza nuk e këndon këtë mendim, edhe aty e poshtë të kjo edhe qatë talentin. Jo, për ndoshta ndryshe kjo e ka... Po ti Mimoza, si e mendon? Si e shef? Une nuk kam qef shumë me fol për këtë pjesë, nuk e di... Ashtu është, si po thot Shkumbini, nuk është kjo rastësi se na jemi që 30 vite bashk. Kriza në lidhje nuk kemi pas, edhe pse mund ndodhë me pas qifti, mirë po ne jemi marrë... Në 6 vjetë edhe pastaj jenë në rregull. 30 vjetë bashkë. Po, 30 vjetë bashkë është goxha, nuk kemi pas normal përlamje, mos pajtime, çdo qifti ka, mirë po ne kemi pas një jetë shumë të mirë, një lidhje të mirë që normalisht ende vazhdon me 2 fëmijë të mëdhej që i kemi. Një vajzë dhe një djalë. Po. Po, jeta artistike dhe prindërore, si e ndane? Është çike vështirë? Është e vështirë, ndoshta tash është më e lehtë, po në atë kohë ka qenë më e vështirë, sidomos për artiste. Sepse kujdesi ndaj fëmijët dihet që lyp shumë për kushtim. Jo derisa vetëm të vegjël, po edhe kur fillojnë të rritën, duhet me qenë shumë afër tyne, që ata mos ta devijojnë rrugën e tyre, kështu që është e vështirë, po me shumë punë dhe mund kur i don edhe profesionin, normalisht edhe fëmijët, atëherë edhe ja del. Patjetër. Po kam një pyetje për ty Shkumbin. Ke dedikuar, me që jemi tek pjesa e dashurisë tani, i ke dedikuar ndonjë këngë Mimozës? Po kështu me të thonë drejt, direkt Mimozës, po është një temë që i dedikohet të dyve. Të dyve? Të dyve. Patjetër duhet kishe futur edhe veten aty brenda, se vetëm për të zbaj, Edhe kemi pas edhe një hit madh së bashku. Lule Mimoze ka qenë hiti i viteve 2000, do thasha. Mirë po edhe para kësaj këngë ka qenë një këngë të cilën e pata realizu me shumë knatësi, një balat shumë bukur, Stuhi Jyesh, ku përfshihet gjithë ajo situata jo në atë kohë, se ka qenë periudhë shumë e vështirë. Do thasha edhe në jetën personale, edhe në përgjithësi ka qenë një momentum shumë i rëndësishëm për ne, po dhe jo shumë i lehtë. Po përmendi me qëllim të dyjat, se kënga Lule Mimoze ka qenë ajo që i dha një shtytje shumë të madhe karrierës tonë. Se na ishim, unë e kisha rolin edhe të producentit, po edhe si interpret, si autor, si autori i muzikës, teksteve,
Edhe ishte titulli i këngës Lule Mimozës, Mimoza hezitoj ke qysh ti kjo mi këndu këngë vetë. Pse është gjë më e bukur? Pse t'je e bukur si lule, ke emri Mimoza, ja. Edhe funksionon. Edhe sot e kësaj dite kanë kalu në ashtë 25 vjet, njerëzit na e përmenin. Është e çuditshme. E përmenin, kënga e bukur Lule Mimozë, ku pi mojnë men njerëzit. Mu mblen përshtypje se i përmend edhe rinia, sepse kjo është kohë e gjatë. Ndoshta 22-3 vjeçar ose vjeçare. Janë këngë që qëndrojnë dhe do jenë aty gjithmonë, edhe në të rinj të tjerë që do vinë pas nesh. E vërtet. Edhe këndojnë shumë këngëtarë tjerë nëpër ahengje, se është këngë kështu që ka motive edhe popullore. Është këngë ritmike, teksti shumë i bukur, është mashkull femën këndojmë, të dytë, lidhet është si koketim, është si pyetje përgjigje, është shumë interesant. Sigurisht dikush gjenerata pak më të vjetrave që kanë dëgjuar këngë. Edhe kjo është që zakonisht muzika sot i dedikohet gjithmonë ka temë dashurinë. Edhe normalisht ajo inspirohesh ti dikun e merr një inspirim. Të vjen në mënyrë ndoshta të pavetëdijshme. Qoftë edhe tema muzikore, qoftë edhe teksti, janë të ndërthurura, nuk mundën me shku vetë ndamas ato. Po ka edhe si poezi. Mirë po, unë për veti po flas gjithmonë, si autor i muzikës, gjithmonë e kam një ndjesi edhe muzika më bjen se çfarë tekstit bëj me atë këngë. Po për shembull sot ose në një të ardhme do bëni prapë ndonjë këngë tjetër bashk që t'jetë dhe më hit? Po normal që do ta bëjmë, mirë po çfarë këngë do ishte? Do ishte për dashurinë prapë apo do ishte ndonjë gjë tjetër? Për dashuri, këngë pop. Ma shumë preferoj muzikën moderne, pop, mirë po, atë këngë duhet me punu dikush që unë e vlerësoj edhe mendoj që e qëllon. Po, Mimoza 30 vitet e fundit si artiste, si femër, një artiste shumë e njohur, shumë e mirë e muzikës shqiptare, si e ke ndjerë veten, si kanë qenë këto vite, do doje të ndryshoj diçka, ose ndoshta të bëj diçka ndryshe ku ke qenë më e re dhe je futur në këtë rrjedh? Diçka më ndryshe nuk besoj që do të bëja, sepse e kam këndu muzikën që e kam dasht. Tash përpara jam punu ma me përkushtim, edhe tekstet, edhe pse ende ka tekst shkruas që punojnë, si për shembull që është Aida Baraku, që ajo për mua është tekst shkruasja më e mirë shqiptare, edhe të tjerë. Muzika mendoj që bëhet ashtu kush si e kërkon dhe si e ndjen. Patjetër. Une nuk muj me gjyku tash tjertë çka bëjnë dhe si bëjnë. Pak më pengon që ndëgjoj muzikë që i ngjan muzikës arabe, i ngjan mua jo. Kemë filluar neve pak. Mua jo më pengon, ose këngëtar shqiptar që këndojnë muzikë tallaba. Ajo mu nuk më pëlqen, tash masës mund të mi pëlqy, normal njerëz janë të lirë të dëgjojnë çka të dojnë, ma shumë e preferoj muzikën moderne, edhe mendoj që këngëtarët e muzikës moderne në kohën e sotit mjaft mirë punojnë. Jo mjaft mirë, po shkëlqyshëm. Po për juve për shembull është më e rëndësishme teksti apo melodia në një këngë? Pra kur vjen puna tek zgjedhuri dhe ti do të bësh një këngë të re, cila është më e rëndësishmja? Po unë mendoj që dyja duhet me qenë. Mirë po, teksti është më i rëndësishëm për mua. Mendoj që teksti e mban edhe atë melodi dhe jep kuptim. Sepse kur njerëz ndëgjojnë këngën, dikush e gjen vetën aty, shumë njerëz gjen vetën, mirë po ti e gjen në tekst, në ato fjalë që i ndëgjon, kështu që... Në fakt është vërtet, njerëzit që ndëgjojnë këngën ndëgjojnë për tekstin që kanë, se e lidhin më shumë veten me atë këngë që po ndëgjojnë. E lidhin veten, jetën e tyre,
Dhe është më e rëndësishme. Shumë. Po për pjesën e fëmijëve, kanë që fëmijët në si duket bota e artit që kanë dy prindër artistike, kanë pasur bezdisje se ka fëmijë që nuk e kanë shumë qef pjesën e showbizit, ka fëmijë që e kanë. Ku shndrojnë ata? Bezdi nuk e kanë pas, as nuk e kanë. Okej. Ndigjojnë shumë muzikë. Patjetër. Mirë po me muzikë nuk merren. Okej. Kështu që djali merret me futboll. Futboll, okej. Është 19 vjeçar dhe është mjaft i përkushtuar ndaj futbollit. Vajza është juriste. Muzikën e dojnë shumë, ndonjëherë edhe i thom a penalni pak zani se tepër shumë e ndigjojnë. Informatat i kem, Kështu i kemi. Me njëhershme për çdo risi që ka ndodhur në estradën shqiptare, informacion unë e kem sakt. Edhe pse unë jam e interesume, unë non stop ndigjoj kush çka ka sjell të re normal. Për popullore ma pak, po kështu pjesa tjetër muzikës që është ma moderne, ma shumë më intereson edhe gjithë jetën jom rrit ma atë muzikë e kom ndiqu. Patjetër. Po, tani unë kam qef të bëj pyetje për çiftin, dhe kjo ka lidhje të qenurit juve vetëm në shtëpi, për shembull. Janë disa pyetje shumë flesh, pak karagjoze do thoja, se më pëlqen kur dalim pa nga vetja. Është pa problem. Kush harxhon më shumë lek në shtëpi? Kush është personi që harxhon? Dihet ajo. Jo, nuk dihet se ka. Ja, dihet gratë. Jo, ka dhe burra që harxojnë lek dhe gratë nuk harxojnë dhe shumë. Po janë ata burra janë më pak, janë me përqindje shumë më pak. Kështu që unë po mendoj që unë po konstatoj. Okej. Jo, a di pse i duket që unë harxoj, se unë e mbaj shtëpinë. Po atje ti duhet mirë. Po, edhe duhet, atëherë këti duket që shumë. Jo, mimoza është e fiksuar në detale, edhe i ka kërkesat pak më specifike. Kjo normalisht gratë kanë nevojë edhe më shumë për tretman për vetvete, për shumë gjëra, mirë, po unë mendoj që të dytë paka shumë e kemi një stil jetesës. Dhe nuk jem tipa ashtu shumë të ngurët. Okej. Po, kush është më romantik? Nuk kemi koprac. Unë e hiç jam romantike. Hiç fare, nuk fal fare dashuritë? Unë e fal dashurinë, po nuk i du ato dramat e romantizmit, ato. Nuk pëlqem shumë nëse shkumbinit vjen me lule, bën një gest romantik të lezetshëm. Po, të lezetshëm, po. Mirë po me egzageru, jo. I bën, apo? I bën ndonjëherë. Me rast. Me raste, po. Pse me raste? Du ta mbani sa më... Pa dim se unë e di që sa i pëlqen, apo sa i... Po nuk ka rëndësi. Lullet pëlqen, unë e lullet shumë. Lullet i dën mimoza shumë. Pa tjetër, se është si parfemat i dën shumë. Pa tjetër. Make-upin, këto gjonat e... Pra ti duhet çdo javë duhet me qenë aty paktën me pushet me lule. Lullet ki drejt me pranej si kritike dhe si këshill. Patjetër, duhet sepse e bën gjë më interesante. Lullet shkojnë për lulen. Po. Patjetër. Jo lule vetë se s'po moj mi bë konkurrencë mandej. Se lulja i bën luljes konkurrencë. Është edhe një këngë. Lulja prej lules bën ferk. Po, kush është më shumë xheloz? Jeni xheloz? Xheloz da 30 vjet jemi bashkë, Dea, po... Jo, prap, duhet me qenë xheloz. Jo, e ke shumë të bukur. Po, e vërtet është xheloz jam me një mos, po jo ashtu ekstrem. Jo ekstrem, jam i moderum. Jam i moderum, jam. Je xheloz e ti? Normalisht në fillim çdo lidhje, kur nuk e nje personin ti je xhelozi derisa të fiton besimin. Mirë, po kur kalon një kohë, atëherët mendoj që nuk është e nevojshme. S'është e nevojshme. Jo. Duhet se është fitu besimi edhe nëse nuk ka pas diçka që është humb besimi, atëherët ti pse ki me xhelozu? E vërtet. Edhe nuk heca pastaj. Nuk hecën edhe... është edhe ngarkesë për çdo person. Ngarkesë është psiqike, unë e kam shumë miqe, shoke që janë xhelozi, e kanë të mbjellur vetvete.
Po janë shumë të ngarkuar. Ajo mundet me kriju probleme në Ajo krijon shumë lidhje. probleme, po. Shumë probleme, kur nuk ke besim një person, atëherë Më mirë lëre fare thuat, lëre se sa. atë lidhje dhe mirë po kur fitohet besimi edhe ma xhelozia, për shembull ka qift, gru ose burr xhelozon qysh o vesh burri Jo, ajo ose është gruaja, absurde. ajo është shumë Ajo është shumë. absurde. Ajo s'bëhet. Ose i thot Xhelozi. deshe këto, veshe këto, ajo për mu kishte me qene papranueshme. Ajo është shumë, jo. Ajo është e papranueshme gjithmonë dhe s'duhet jetë fare, me thënë drejtën. Po kush gatuan më mirë ose kush gatuan? Po, me të thënë drejtën, Shkumbini nuk gatuan hiq. Hiq. Fare. Hiq fare. Po pse? Nuk e di se kjo është mjeshtër e Është me kuzhinës. thënë, Jo, kjo qaq gatun mirë, Okej. kështu që unë Se veç... s'ti s'ke nevojë hiq. Jo, s'kam nevojë, po s'muj as m'ju afru. Kjo as lodhe tu gatu. Unë, po, furnitor jam, për me furnizoj. Mirë po për me gatu, moza është me të vërtet talent është. Artiste e gatimit është. Nuk e di, e ka pasion. Kjo e ka pasion. Kjo edhe merr. Po dhe ajo është art në Kjo vete. lexon edhe receta e ka kështu. Po ajo është art në vete komplet. Po dhe, e ka pasion, atë nuk e di. Me të regu drejtën i marrë lakmi ka njerë, se relaksohet edhe truni kur lexon. Çdo ditë kemi hasemi me pengesat të ndryshme, ballafaqohemi me probleme ditore. Kjo e gjen edhe lexon një recetë ose e shon një emision televizion, unë që nuk mu më duket të habitshme ka njerë. Unë e ndroj me njerë atë kanal. Relaksona kur ti. Kjo relaksohet, Nuk kështë. të pëlqen. Adin recetat e gatimit që janë edhe i kemë ka Kosova dhe ka Shqipëria ma shumë. Këto janë disa emisionet veçanta, i pëlqen. I pëlqen. Po. Je më shumë të ëmbëlsirat apo Të gjitha. të gjitha? Po. Edhe ëmbëlsirat i bën në shtëpi edhe çdo gjë. Ëmbëlsirat i bëjnë në shtëpi dhe shumë i du. Po. Nuk moj me jetu pa ëmbëlsir. ëmbëlsir. Gjitha i bëj, më pëlqen, relaksona kur gatuj, kom qef kur te qesën pjatë dhe Duket e mirë edhe duket e mirë edhe shijojnë ju pëlqen, kështu që gatuaj edhe byrek, pite. Po, a është kjo për shembull dhënia e dashurisë, se disa njerëz e kanë të vështirë të shprehin dashuri, por e japin me anë të bëri diçka për ta, pra të gatuarit, Po, të është rregulluar e diçka. vërtet, Kjo po. është një anë jote apo Është po, është anë e imja edhe është e vërtet se kur unë kom msafir edhe unë quhem gatuja ëmbëlsirë, Po. diçka, gjithçysh diçka gatuj. Është respekt tjetër, është dëshirë Është tjetër. për atmosferë, për më pëlqen ashtu. Nuk pritoj edhe Ajo është shumë e mirë. Jo, e ka dhe vullnetin, nuk lodhet, as nuk e bën me përtes. Sepse ajo e bën me pasion, Po, me është pasion, diçka që ajo që- vërtet e dashuron Kjo e si ka. gjë dhe e e bën. vërtet. Çdo gjë me dashuri është shumë e bukur. Kjo e ka që ato, e ka me të vërtet është një veti shumë e mirë e saj, që nuk e kanë në ditën e sodit, sidomos nuk e kanë shumë fena. Okej. Ka ndryshuar kohët, Ka ndryshuar, po. se po e mendoja si për vete tani. Po, veç jo, mendoj që ka gra që shumë gatuin Ka. edhe gatuin mirë. Jo, edhe koleget mia artiste që gatuin mirë, janë të përkushtume për shtëpi, se a di qysh është e na pak ti artiste, këngëtare, a prek ti diçka? A pastron ti, a gatun E ti? harë njerëzit që dhe ti je një njeri normal, Ti që jeton një njeri, jetë normale po. si gjithë të tjerët. Ajo pak më duket e çuditshme. Se shtëpia është shtëpi, shtëpis duhesh mi dhanë dashuri edhe me mirëmbajtje, edhe me pastrim, edhe me rregullim, edhe Patjetër. me gatu edhe kështu. Po nga jetë të dy kush është më kokë fort, kush nuk dëgjon. Shkumbini, është shumë kokë fort. Kjo më thot, edhe... Përdesa të thot Jo, je. ndoshta ka të drejt momente të caktume, Okej? se unë insistoj diçka që nuk pajtohet kjo, ndoshta edhe s'pajtohet edhe ndonjë antar tjetër i familjes, unë e kam nuk e di, ndoshta është edhe e met, ose ndoshta edhe në rast të caktuar është e mirë. Jam insistoj me një qëllim ose me një punë caktuar, insistoj që me shku deri me një pikë ku unë e mendoj. Mirë po, nuk është që edhe nuk dëgjoj. Okej. Sidomos me mosh, me vite, ti ndryshon, e merr një mendim edhe tjetrit, Po. e merr edhe një percepcion tjetër. Po. Edhe reflekton, po është e vërtet unë jam ma kokë fort. Shiko,
Është gjë e mirë që je dhe si se e bën më interesante në njëjtën kohë, po gjithmonë normal. në çift ose të kërcesh duhet dy për të kërcyer. Kështu që juve të dy e bëni shumë mirë, se keni edhe 30 vite martesë dhe jeni Jemi bo si veteran. Unë do e mbyll me një pyetje shumë që shumica e çifteve në fakt kur kalojnë shumë kohë bashkë e harrojnë fare. Është në pjesë detaje kjo. Cila është ngjyra e preferuar e shkumbinit dhe cila është ngjyra e preferuar e mimozës? E ke harru? Jo se kom harru. Okej. Unë them që Se unë ka stile e bëj se më duket se u harroj. Ngjyra e preferuar e mozës është ngjyra e bardhë. E bardhë. Shumë e tu. Okej. Po e shkumbinit? Ngjyra e preferuar e shkumbinit është blu e errët. Blu e errët. Po. E vërtet. Ma shumë i ka. Pra ju me e kaluar. Bukur. Edhe i shkon. Dërsa për mua e bardha është ngjyra që se më qet ma fit, ma fit se kom një qik pesh. Edhe jo, shumë interesant, se ndikon edhe ngjyra. Ngjyrat e zeza, për shembull, të errtat po ndikojnë që dukesh ma fit, sidomos kur je para ekranit. Po sot ke vesh të bardhë. Po e vesha të bardhë se masi është stina e verës. Po, okay, e drejtë. Mirë, e kaluat dhe këtë me sukses këtë gjën e çifte, se ka shumë çifte me vërtet që nuk e harrojnë fare. Edhe është pak gjë interesante kur i shoh çifte që a e mbajnë mend apo se mbajnë mend si gjë. Mirë, shumë faleminderit që ishit këtu pranë meje sot. Faleminderit. Jeni shumë të mirë të dy. Mimoza patjetër më mirë se ty. Faleminderit. Do shihemi përsëri herën tjetër. Faleminderit Dea, edhe ti je shumë e mirë. Faleminderit. Je e re, je e bukur dhe e zonja. Edhe unë të dëshiroj shumë suksese. Faleminderit. Edhe unë të falenderoj përzemërsisht për këtë ngrohtësi që na ofrove. Edhe shkoj biseda, nuk e di a ka zgjatë sa ka zgjatë shumë, po shkoj shumë në mënyrë të lirshme. Edhe është për mua kënaqësi kur të mbyllet një emision me kaq lehtësi. Shumë faleminderit, kënaqësia është e imja. Vjeshta me shi por pa ty, erët është ferë mbi ferë, do të ndjek me yllë sy, nga një zët në shpjaja të. Fjallët tua shëndeve, jetës një japin, kuptim, ndaj të kam, lule me, të du, gëzimin, të dua drenusha ime gjithmonë në zemër të kam, do të ecim bashk, ndëragime, qerdane gëzime, shëpacem, të dua drenusha ime, ti dimrin verë mua ma bën, do të ecim bashk, ndëragime, piklimet mbas, do t'i lëm. Jeshta me shi, por pa ty, erët është, ferë mbi ferë, do të ndjek me yllë sy, nga një në zatë është plaja tërë, fjallët tua shëndeve, jetës mi japin, kuptim, ndaj të kam, lule me, të du, gëzimin, të dua drenusha ime, ti dimrin verë mua ma bën, do të ecim bashk, ndëragime, gjerdane gëzime, shëpafun, të dua drenusha ime, gjithmonë në zemër të kam, do të ecim bashk, ndëragime, kujtimet pas do t'i lëm. Zgjose, erdh pran vera, do të dalim në trudin, të kalojmë si herëve tjera, do të dalim në trudin, të kalojmë si herëve tjera,
Lot, s'dua të shoh Bulza jemi, lot me këta Dashuris mos i bjermo Ta se lisim si një lastar Dashuris mos i bjermo Ta se lisim si një lastar Hap dritaret, jetat hyj Të kam sjellur ty lule bor Të rrit kalon si flauri Dashuri s'ka me përkore Përkore jo Prandaj më thuaj se më do Hap dritaret, jetat hyj Të kam sjellur ty lule bor Të rrit kalon si flauri Dashuri s'ka me përkore Përkore jo Prandaj më thuaj se më do Me dashuri të fali jet Si kur djeli dhe si s'pa fund Flinë mua o ylli qet Stuhi yesh në të përkun Me dashuri të fali jet